Përplasja e Jozit me Gjesin bëri bujë të madhe në mediat rozë. Shumë nga fancat e përkrahan Jozin, ndërsa të tjerë e kritikuan ashpër për goditjen që ai dha Gjesit. Por nuk ka mbaruar me kaq. Pas fotos së Gjesit duke pozuar në një Lamborghini për të festuar fitoren e tij të shtëpisë më të famshme dhe çmimin për 100.000 eurosh, ka reaguar dhe ish banori Jozi, me të cilin Gjesi pati përplasje gjatë qëndrimit në shtëpi. Jozi publikoi një video ku shihet duke vozditur një veturë të markës Lamborghini, çka është interpretuar nga ndjekësit si një disi koduar ndaj Gjesit. Me sa duket, Jozi ndiq ka fshehur azi Gjesin në rrjetet e tij sociale, edhe pse nuk ka përmendur emra, komentet shpërthyen me aludime për një rivalitet që po vazhdon edhe jashtë shtëpisë së famshme, duke dëshmuar se nuk ka nevojë për të fituar çmimin e madh, pasi ai është në gjendje ta blejë Lamborghini vet edhe pa fituar ndonjë çmim. Ju si mendoni? E ndjek Jozi Gjesin fshehur azi në rrjetet e tij sociale? Lini komentin tuaj poshtë videos.